Erdonit të punë, a ki gënyu na herë? Për mi ik në situatë ose diçka? Jo, nuk e besoj për arsye se puna jo në ditë ma që është gjithçka transparente dhe s'mun është mi ik situata. Jo, s'mun është mi ik, se nëse të përshamu desh me shku një lajmë për portale dhe s'ke desh me thirë një personazh caktuar të lajmin është desh me të bokshtë që s'ke pas qysh me ik. Po të me lajmin tani çka ke postu Po çajo është puna jonë. Do s'mun është mi... Na i sa për orar diçka u vënova se mike autobusi. Jo, dhe zakonisht, bile më kujtot një rast kallëzoj drejt, më pas vënu një herë në punë ja gjysore, diçka puna e që më ka zot gjumi, shkova në punë, po më vejta i djali, tha, pse tha vënove, tha zhvalloj, si kum një alarmin, si më kam flajt, ta më drejt i kallëzova. Tha, o desh më lajmëru, edhe që këqyra, thash, pa i më pas shumë i shtarë në punë, s'kish pas në më të lajmëru e, kështu që jo, se besaj që më ka ndodhë. Përgjigjet e rrejshme shumë shpesh i lidhi me pyetjet e shpeshta edhe pyetjet jo të nevojshme që ne si populli ja bojmë njëri tjetrit. Për shembull, unë e kështu ndërlidhe dhe më herët mes debatit këtu, se shumë njerëz në Kosovë të pyesin për gjëra që janë shumë personale për ty, edhe që ti nuk don m'ia tregu ato. Unë kam muhabet pak më shumë me Erdonitën, për marr shembull si kolege në TVN, po jo me gjithë e kam këtë rahati. Edhe tash kur në momentin e parë dikush kur më afrohet edhe më bën pyetje të tilla që janë shumë personale për mua, urna? Sa ki rrogën? Sa ki rrogën? Është një ndër pyetjet që të bëhet tepër shpesh edhe ti nuk don me u përgjigj në atë pyetje. Edhe një është siklet, tjetra pyetje është po ashtu që sa i ke ble qizmët ose sa i ke ble çantën, që po ashtu nështë atë ka tipa që nuk dojnë me u përgjigj, ka tipa që edhe veshën shtrejt po janë modest, po ashtu, ka tipa edhe që veshën lirë po ndihen keq, që se kanë komoditetin për mu vesh shtrejt, se e kanë atë dëshiren e madhe për mu vesh, tash më varet se qysh ndjehet personi. Edhe unë për këtë arsye kam shumë dëshirë, me këndo që rri, me këndo që flas, me pas konsiderat për raportin që e kam, që mës me vun siklet personin tjetër që është përballë meje, jo veç unë, po se cili mendoj që duhet ta ketë këtë gjë, që mës me bo pyetje që nuk takojnë. Edhe me ditë deri ku duhet me shku me pyetjet e tua që mës me marrë edhe përgjigje të rrejshme. Ky është problemi, një problem, ndoj që shumë i madhë shoqërinë kosovare. A vren kur të rënë dikush? Orna? A vren kur të rënë dikush? Po, e vrej, jo në gjitha rastet, se besoj që plot njerëz nuk mujnë me vrej në gjitha rastet, po në të shumicë... A kine i shoku si shoqë çdo ditë e ka një prill? Kam, besoj që krejtë e kemi ka një, jo shok ose shoqe, po edhe në familje. E kemi edhe me, unë mendoj që me këta persona, dohet me u bo kishet për i beson, që gjithë shka është e vërtet edhe, se su në ndryshon. është diçka që su në ndryshon. Po te i thu, po prapë su në ndryshon. Alel, te, a kine i shok, s'unë e kam një shok të ka emrin Edi, e ka çdo ditë një prill, te, a kine i shok? Po, në thash, shok ngusht jo, se nuk zgjedhi me pas në rrethin tem njerëz që rrejnë, se une s'muj mi thonë pse po rrejnë, po distancohna dhe gjej mandej mënyra me ik, e tani e di kur rrej une, kur më thirë dhe për medalje, thamë s'po moj sepse më detyron me rajt për me ik. Ama që kjo ka të ju e mësani ato. Ajo është i mësoni. Po ti si tuaj, si thotë të hajtë, mëre se këti gjeta. Jo, se cili i ka thonë ka një herë besoj. Po nësi si kanë thonë asë një herë. Po një herë i kjo ma besoj, edhe a i vazhdan me qëto është mirë ka njerëzëm javë thonë sy. Po javë thonë, a i ndryshon.